Pyetja e radhës, vajzë besimtare, si të kem marrëdhënie të përhershme me Zotin, pra të jetë gjithë kohës në marrëdhënie me Perëndin, mos ketë shkëputje. Tani, në jetë do keni mundime, thotë Zoti, që është gati e pamundur. Unë njoh njerëz që janë në rasti që kanë jetuar në asketizëm, pra murgjër, në manastire, në izolim dhe prap tundimi, mëkati, mendimet e botës i vinë, domethënë, është e pamundur që të jetosh imun nga bota. Pra matë krishterët janë thirrur të jetojnë në botë, po jo si bota. Duhet të jetojnë si dritë për botë, në mënyrë që të rrezatojnë dashurinë e Krishtit për njerëzit. Pra që Perëndia i do, dhe që në sytë e tyre, në zemrat e tyre të rrezatojë kjo dashuri. Dhe pyetja e vajzës është shumë e saktë, thotë si ta kem të marrëdhënie, pra si të jetë gjithkohës në këtë, le të themi, marrëdhënie dashurie me Perëndin. Tani me aq sa mund kuptojmë nga tradita e kishës dhe nga vetë fjala e shenjtë është që e para është lutja, ta më thuaj ABC-ja, alfa është lutja, komunikimi me Zotin. Ja parashtrojmë gjitha kërkesat Perëndis, dhe kjo mund të jetë edhe një nga kërkesat, Zot si të kaloj gjithkohës me ty. Më ndihmo si të jem gjithkohës me ty, të kem marrëdhënie të fortë me ty. Dhe Zoti dëgjon gjitha lutjet. Pra janë gjitha ata që kujdesen, lutjet dëgjojnë lart, që gjitha. Po pastaj duhet edhe të dëgjojmë përgjigjen e Zotit. Dhe Zoti flet në forma ndryshme, një formë që po flasim këtu. Pra flet nëpërmjet njerëzve, flet nëpërmjet fjalës, flet nëpërmjet frymës së shenjtë për brenda. Pra lutja është komunikimi me Perëndin. A-ja. B-ja është fjala e Perëndis, B-ja si Bibla. Pra sa më shumë kohë me fjalën, jo vetëm ta lexojmë, por edhe të mundësisht ta studiojmë, ta përsërisim, të thellohemi. Por mbi gjitha të meditojmë me fjalën e Zotit. Çfarë është meditimi i vërtet? Pra kur meditojmë dhe reflektojmë me fjalën e Zotit, fillojmë dhe bëjmë pjesë të shpirtit tonë. Dhe kjo na jep mundësi që edhe ta jetojmë fjalën e Perëndis. Dhe treta pra C-ja është kisha. Pra Zoti ka themeluar kishën që të kemi bashkësi me njëri tjetrin. Pra si besimtar të adhurojmë në grup, të lutemi me njëri tjetrin, të inkurajojmë njëri tjetrin, të këshillojmë njëri tjetrin, të përkrahemi. Pra është familja e besimit, pra bashkësia. Kështu që këtë mund të sugjeroj dhe kjo besoj është harta le të themi ose shablloni për çdo krishter. Pra lutja, komunikimi me Perëndin, leximi dhe meditimi me fjalën e shenjtë, me Biblën dhe kisha, pra familja e besimit.